Në kuadër të fazës së përgatitjes dhe hartimit të buxhetit të afatmesëm, Bashkia e Kukës zhvilloi dëgjesën e parë publike me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve, organizatave dhe grupeve të interesit. Qëllimi i kësaj dëgjese ishte që përmes diskutimeve, pyetjeve, opinioneve dhe rekomandimeve të pjesëmarrësve të kontribuohet në përmirësimin e planit buxhetor afatmesëm dhe në përcaktimin e prioriteteve që do të përfshirë në dokumentin përfundimtar të buxhetit afatmesëm 2026-2028. Gjatë takimit u theksuar rëndësia e pjesëmarrjes së komunitetit në proceset vendimmarrëse si një mënyrë për të siguruar që fondet publike të përdoren në përputhje me nevojat dhe prioritetet reale të qytetarëve kuksian. Pjesëmarrësit sollën një sër propozimesh që lidhen me përmirësimin e infrastrukturës, forcimin e shërbimeve sociale, si dhe nxitjen e zhvillimit ekonomik lokal. Bashkia do të vijojë me zhvillimin e dëgjesave të tjera publike në njësitë administrative për të mbledhur sa më shumë mendime e sugjerime nga komunitetet lokale. Të gjitha idetë dhe rekomandimet e mbledhura do të merren në konsiderat në procesin e hartimit përfundimtar të buxhetit afatmesëm 2026-2028. Përmes këtij procesi transparent dhe gjithëpërfshirës, Bashkia synon të ndërtojë një buxhet realist, të balancuar dhe në shërbim të mirëqenies së qytetarëve.